Ndryshe nga shumë banorë të tjerë që jetojnë në fshatra, nga familja Mani në fshatin Pjek të njësisë administrative Melan në Bashkinë Dibër, nuk ka emigruar asnjë. Kryefamiljari Atli Mani thotë se gjithë familja e tij është përkushtuar buqësisë, ku merret me kultura të ndryshme buqësore, por këtë vit shpenzimet janë rritur për shkak të rritjes së çmimeve. Familja Mani ka marrë me 10 hektar tokë me qera pasi zotëron 12 krerë lop. Ata kanë kultivuar nga gruri, thekra e deri tek misri, por kryefamiljari Atli Mani shprehet se po dëmtohen rënd nga rritja e çmimeve të plerave kimike që ju duhen patjetër bimëve. Shpenzimi të larta. I fuesim ure 90.000 lek kuintalin, ure blu. Shpenzimi shumë të larta dhe nuk ja vlen ta punesh me këta lloj shpenzimesh që është. Kemi ndim nga shteti, po i qenë shumë gjatë asociacionit, i qenë shumë gjatë i qenë këta. Gërken ka 40 delim, të ketë një presion të ketë, por të në ndimë mu shteti. Du të qetë 10 delim e poshtë, jo 30 delim. Unë i kam une, se kam toka me qira, shumë kam unë, shumë kam. Dhe këtu, të një matonë, dhe grunin, thekën, misër, jonxha, kam blektori, kam 12 lopë këshpia, viqa lopë 12. Jo, s'kam qenë në migrim, unë punoj këtune, punoj tokën time punoj unë. Me gjithë fëmijët, kam 3 fëmijë kam, të 3 ka fëmijë zatara, komplet agregatet ka fëmijët, e në familje ime këtu të punu, po shteti du të në ndihmoje, mune qej shumë gjetë, sa më shpejt në ndihmoj shteti. Jo, nuk ka fuqi punëtore, e në një punëtore me gjithë me ma 35.000 lek, 20.000 lek. 20.000 lek, ku ta vlen të mash punëtore këto? Ku ta vlen të mash punëtore 20.000 lek? Ku bam këto? E të ketë punëtor 35.000-20.000 po e merë, po s'ka, bujëcia nuk të le, pa, i thonë të vjetërit, i thonë, nuk të bënë qirak, po në pa penga nuk të le. Përveç bimëve stinore dhe mbashtimit të gjithve, familja Mani ka edhe pemtari. Atli Mani shpreh se qershinë ka shitur të gjithën, ku këtë vit ka patur një prodhim të kënaqshëm. 70 tonë që ka prodhuar e ka shitur të gjithin, pasi kanë ardhur e kanë marrë tregtarët nga Kosova. Kam pas të vilë qershie kam qenë me punëtor, kam pas dë mesën me dë gre prej belove, kam bë ke 70 kuntal qershi. Komplet qershin e kam marrë, e kam shit ka ardhë, kam marrë Kosovari. Kosovari vine me mblok Kosovari. Ke shpi kam blit qershit kokë për koke. I kam shit kërët. Sot kam del ke misrit prashisht misrin. Se kam 15 delim misër kam. Qunat po, i kam përballu për me vështërsi të mdheja. Se është qmimi naftë shumë lartë. Po qunat e mi, jëse punin tokën time, punin në përqerë, punin në davalon, ereber, trep. Shumica njërzve ka lënë tokën vgjerë, ka davaloni, ka trep që ka lënë shumica tokën vgjerë ka lënë. Po këta që e punin e në këtas, jësë ne ka thonë subvencion në shteti. E ka që shumë gjetë s'karate. Vjetë për vit ne ka thonë, si mitë jo. Nga ana tjetër, familja Atli Manit thotë se nuk ka ndërmend të largohet nga vendi, por kërkon më shumë mbështetje nga shteti për sektorin e buqësisë.